kam nevojë për kërkuj me ma kujtu apo me mësu se si t'jem katolik. Jam rrit me një mësim shumë thjesht. Respekto mikun, mas andaj fol për veti. Urërova besimtarët musliman për Ramazanin e jo të krishterët për kreshmet e bana pikërisht sepse jam katolik dhe ky besim ka mësu me dasht, me respektu dhe me ndërru tjetrin. Respekti për besimin e tjetrit nuk e zvoglon besimin tim, por e fisni krën atë. Si kreshmet, po ashtu dhe Ramazanin nuk janë spektakël, janë sakrificë, janë heshtje, janë dialog mes meje dhe Zotit, jo mes meje dhe komenteve në Instagram. Ne jena rrit me buke krype zemër dhe të nërësh miku nuk është dobësi, është fisnikëri dhe respekti nuk është tradhti është urrëtia. Zoti nuk më pyet se kërova në Instagram, Zoti më pyet se çka kam në zemër. Kreshmet për mua janë një kohë reflektimi për ulësia dhe paqe, dhe paqja fillon të respektu e jo të nda. Forca e besimit nuk matet me fjalë që thu për veti, por me respektin që jep për të tjerët.